po të kapin o vëlla. S'del dot rap. Ore unë sikur e blokova këta kamikaze, prap kjo? Apo janë këta fancat e këtyreve piçkave albinjës? Jam në pritje për një çështje vëlla. Më falë se më shbër pak e bezdishme kjo muhabeti vetëm burg vëlla. Më falë. Jam në pritje për një çështje vëlla. Kur këta që quajnë veten si shokët e mi, që jam shar 1 vit e gjys për këta piçkat e Albanians, pro paguan sa zozak, më gjuanin, më vrisnin me armë, vajtën te shtëpia e mamit, edhe erdhëm fshera si një 3 zozak, më vrisnin me armë, e u dola para armave të thënë vërtetën, që aty nisën problemet rëp. Unë isha në burg rëp, këta rrinin e këndonin jetën time që bëja në për korridoret e burgjut, e dilin e qinin minorene rëp, më vdiqe babaj. Mos as nuk duhet i futem asaj bisedet qysh më vdiq babaj rëp. Më të shojnë mua të vome burgut që mbanin babin rëp, më thonin mos ki me rak babin e ke gjallë. E kishin mbuluar babin me një çarçaf aty vëlla, i shtyta rojet, shikoj babin mbuluar me çarçaf vëlla. E kishin lënë tokë. Më dilnin këta mua 1-2 ma shipe korridore gyçi. As nuk morën telefon për baban vëlla. Djem kurva djem rëp, piçka rëp. Kam 1 vit e gjys që po i toleroj, jo je bukshkelës, jo je kështu. Qa shoku janë këta rëp? Qa shoku janë këta vëlla rëp? Del Aleksi tani, fot Aleksi, një fjerak njofun. Kam respektu nga anë e vinit rëp. Isha me 80.000 veta në live edhe nuk të refuzoja se të respektoja për vinin rëp. Ti pas ke qenë barbon rëp. Më thua mua një fjerak një. Merë shpi e vërë kështë rëp. Respektoj bë qase nga e që s'flas me i shqip në njëherë unë e rri aty më bloz mua intrigat e tua. Pa i ka barbon se ti shajt atë shokte prap isha në tavoline e asgjes m'bërë. E keni gjet juve rëp se më shikoni vetëm gjithmonë e thoni hajt se këti mund t'ja bëjmë rëp. Këti arroni rëp, mi arroni topet rëp. Nisët tërë ata njerëz po festoja ditëlindjen e parë, 17 vjet po festuar ditëlindje, më nisët 4 vetat më vrisnin rëp, më gjuajtën me tërë ato armë. E prap nuk u dorëzova me çat kisha ndori gjuja, këta ikni me vrap si piçka edhe mirnin zemër fshera si e vinin prap. Ytë qifsha rëp. Pastaj provon nxinin spiun rëp qimat. Provon nxinin spiun vëlla. Unë aty jam arrestovive policia në Shqipëri, më thonin do ikësh në burg se kur i kam mbrapa frigoriferit unë troqa një priz edhe u duk sikur gjujta me armë mbrapsh, këta ikën me vrap se lepura janë. Më arrestuan mbajtën 7 orë për mos kallëzim krimi. Plus isha dhe i plagosur.